Keni filluar seancën në kundërshtim me rregullore. Këtu në sallë nuk janë as 55 deputet. Do të thotë që pa quorum seanca nuk fillon. Anulloni seancën, mblidhet quorumi, plotësohet quorumi dhe filloni seancën. Mos mendoni se kështu nuk shef kush dhe siç keni bërë zgjedhjet do të bëni dhe seancat. E para, e dyta, është në nderin e këtij parlamenti. Kjo nuk është për proces verbal, zoti Noka. Kjo është për procedurë. Ishim te pjesa e proces verbalit. Zonjë. Keni gjë për proces verbalin? Zonjë, procedura për proces verbal. Përfundoje gjithsesi, përfundoje. Çfarëdo që të jetë. Sot tani në seancë ke 55 deputet 57. Po nga rregulloria nuk kërkohet quorum për fillimin e seancës përveç në rastet kur kërkohet votim. Quorumi. Ju lutem tani lexoni rregulloren se nuk ka kuptim tani që merremi me një çështje e cila s'ka interes publik. Nuk kemi votim, nuk kërkohet seancën. Për proces verbalin, ke gjë? Nuk pas ka interes publik funksionaliteti i parlamentit. Po është plotësisht funksional. Bëjni Bëjni thirrje deputetëve tuaj të vinë në seancë. Tani vijojmë për proces verbalin. Kishit gjë zoti Noka? Okej, vazhdoj. Po plotësohet quorumi dhe vazhdo parlamenti. Dakor, kalojmë te njoftimet. Ju njoftoj se në kuvend